Benji. Ollie and Benji. Ollie and Benji play together. Ollie and Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Këtë herë nuk keni për t'ja dalë. Çfarë? A mund ta di se kush je ti? Do t'ja dalë, Benji. Ç'kemi Oli? Ha, erdhe më në fund. Po më prisje? Si e ke këmbën? Ti më nje mirë, nuk do t'isha këtu, po mos ndjesha mirë. Ke drejt, Benji. Pyet ashtu kot. Oli, faleminderit që e mbajte premtimin që ti më bëre. Për pak harrova. Kjo është e jotja. I tregove vlerat e tua në fush. Ti u udhëhoqe skuadrën. E kuptova menjëherë se duhet të jesh ti kapiteni. Faleminderit, mbaje ti. Benji, në të vërtetë unë... Nuk do t'ishte e drejtë që ta mbaja unë. Le të luajmë në finale, kapiten. Arritëm në finale, Mark. Po, si që kishim parashikuar, trajner. Po, në fakt. Ndeshja e fundit me skuadrën e Flajverit e lodhi shumë këmbën tënde. Gjithçka në rregull? Po. Rezultati është 2-2 dhe pak minuta në ndajnë nga mbyllja e ndeshjes. Mark Lenders vrapon drejt portës së Flajnerit. Barazimi është një rezultat që nuk e duroj dot. Nuk mund të mbaroj kështu. Mbrojtja e Flaverit sulmon, por Lenders i kalon pa shumë vështirësi. Dhe shënon një gol shumë të bukur, një gjuajtje fuqishme shumë breslënse. Arbitri lajmëron për mbylljen e ndeshjes. Dhe ja ku jemi. Mapeti me këtë gol kalon në finale. Mos kini merak, tani u mësova, trajner. Shumë mirë. Jam i sigurt se do të fitosh kampionatin. Mund vini bast për këtë. Ende nuk di këtë zgjedh dhe ka mundësi që t'ja propozoj këtë udhtim edhe rivalit tënd. Tjetri është Oliver Harton, apo jo? Pikërisht, na duhet vetëm një sulmues i Zoti dhe sigurisht që nuk mund të marrim më shumë se një. Por këtë ndeshje fituam ne. Po sigurisht, por jemi ende në fazën e gjysmëfinales. Nëse do vërtet më bësh përshtypje, fito finalen. Ky na qen nga kushti kryesor për të zgjedhur, ë? Atëherë do të fitoj. Do të fitoj që të bëhem një futbollist profesionist. Shpejto, nuk ke kohë për të çlodhur. Mirë. Po shkoj tu edhe një syt djemve që përstërviten. Mos haro, Mark. Dua që të fitosh ti. Asgjë nuk do të më ndalë.
Trajneri s'pas ka ndryshuar fare, Ç'kemi erdhe më në fund. Më vjen keq që erdha pak me vonesë. Sot në mëngjes erdha. S'ka problem, e rëndësishme është që je këtu. Dola natën fshehurazi. Atëherë, je i bindur? Sigurisht, nuk dua të më mbetet peng. Të kuptoj. E di që kur po vija sot këtu takova Benji Pricein duke ecur nëpër park. Nuk do më vinte fare keq të jepje një mësim të mirë. Me sa shoh as ti nuk pas ka ndryshuar. Do t'jesh portieri kryesor, ndihesh gati? Sigurisht. Mapeti dhe një timi do të ndeshen sot në finalen e kampionatit të futbollit të rinjve. Stadiumi është plot me tifozë të lumtur dhe entuziast. Kemi ardhur këtu për të bërë tifo për një timin apo jo? Po! Oli duket që është në formë të shkëlqyer. Jam i sigurt se do të na nderojë ideal. Çfarë bën ti këtu? Punë kush po rri? Kush do t'ja di për punën sot? Kam ardhur të shoh finalen e një timit. Kjo do të jetë ndeshja në të cilën Harton dhe Landers do të lajnë hesapet bashkë. Jam kurios, me si pres ti shoh. Po ua kujtoj djema, po të fitojmë këtë ndeshje, fitojmë botrorin. Po! Djem të reshtuan gati për të filluar lojën. Kush e di nëse trajnerët kanë ndryshuar skemën e lojës në krahasim me ndeshjet paraardhëse. Këtë do ta shohim gjatë ndeshjes. Fitoft më i miri! Element për t'i kushtuar rëndësi është portieri i Mapetit, Eddie Warneri. Kjo e sot mjaft ndeshja e tij e parë. Eddie Warner, kam besim tek ti. Duhet jetë një lojtar me shumë guxim që merr pjesë direkt në një finale. Nëse do të jetë ai fituesi, duhet ketë një arsye. Ja se kush qanka. Loja filloi. Skuadrat janë të përqendruara në këtë moment në mesfund. Oli, forca ju tim jeni kampion të vërtet! Mark Landers kontrollon pozicionit e shokëve të tij. Oliver Harton po i afrohet për t'i mbyllur hapësirat. Tom Beckeri i qëndron nga pas. Eja po të duash. Do ta shohim kush është më i miri, Mark. Në rregull, fillojmë. Eja pra! Oh jo, Oli! E bëri me qëllim. Oliver Harton ka bërë një shmangje të bukur dhe ja pason shokut. Por çfarë? Ndërkohë që ai po ngrihet sërish. Kape! Një hedhje e shkëlqyer e Tom Beckerit. Oli vazhdon përpara, mbrojtja e Mapetit duket e dobët. Harton ndjek aksionin, bën një ndalesë të shkurtër për të gjuajtur. Oli, fusha është e jotja! Çfarë? Eddie Warner e ka bllokuar gjuajtjen me sigurinë e një kampioni të vërtet. Ajo pritje ishte e pamundur. Dilni jashtë zonës me një herë. Sa i zoti, shumë mirë. Ky djalë do të arrijë gjithmonë të më habis. Kujdes nga topi. Është rritur në një qendër karateje. Jam shumë i kënaqur nga puna e tij. Dhe mbi të gjitha nga refleksit e tij aq të sakta të kapjes së topave. Ajo që mendoja u verifikua. U bë një ndër portierët më të mirë të vendit brenda pak muajve. Sa më shumë luante futboll, aq më shumë rritej pasioni i tij për të. Talenti i tij ishte i dukshëm, edhe pse ju lutem, Edi ka shumë talent, më besoni. Më lini ta provoj një herë unë me futbollin. Unë ditë i njoh talentet e reja. Ai do të bëhet një portier me famë botërore. Tani mjaft. Edi së shpejti do të zërë vendin tim në biznesin e familjes. Nuk ka më kohë për të shkuar pas një topi pa vlerë. Tani i largohu që këtu. Pas kampionatit, nuk do të mund të luash dot më me ne. Rruga jote është një tjetër. Më vjen keq, Edi. Ka shumë gjëra të tjera që do doja ti mësoja. Je përsëri me ne. Jam i lumtur për këtë. Ju gjithmonë keni besuar tek unë. Nuk e kam harruar fjalët e tua. Do të lej gjithçka. Jam batha. Duhet ta bëja. Ndjej se ardhmja ime është këtu. Është i ti, Mark! Mos
shpreso kop. Askush nuk ka mundur të më shënoj gol jashtë zone. Dhe ta siguroj që s'ke përqëndi I pari Lenders. I gjori ti. Parashikojmë një sfidë të vërtet mes dy portierëve. Edi dhe Benji janë vërtet të zot. Provoje përsëri, Mark! Askush nuk më sfidon dot. Gjuajtja ime do t'jetë aq e fuqishme sa do të thyej duart Benji Price. Mund të gjuash sa fort të duash, po nuk e për të bërë gol dot kur nga kjo distancë. Ta marrë mire. Mark, nuk duhet të bësh kështu. Sa çudi, sot Marku ka diçka që nuk shkon. Ka gjithë to hapësira të lira, por ky nuk bën gjë tjetër veç se gjuan nga larg. Çfarë po I ndodh kështu? Ka gjithë ndeshjen që Lendersi nuk bashkëpunon me skuadrën, e merr topin dhe e gjuan jashtë zone. Po, e vura re. Mbase po kërkon të bjerë në sy. Dihet që në futboll duhet të vihesh në shërbim të skuadrës. Jemi thuajse në fund të pjesës së parë. Marku provon të gjuaj që jashtë zone. Çfarë gjuajtje? Nuk do të shënosh. Po shkoj unë! Danny Melot përpiqet ta fus brenda, por Benji e bllokon. Ky portier duket se është I pakalueshëm. As këtë herë. Topi po hyn në port. Jepi! Nuk do të hyj. Me një shpejtësi rove, Benji arrin ta largoj topin dhe publiku e vlerëson shumë këtë lëvizje atletike. Goxha pritje Benji. Arbitri I bie bilbilit për përfundimin e pjesës së parë. Rezultati është barazim. Benji Price I ka pritur të gjithë topat e Mark Lendersit, por dhe Warner ka pasur pritjet e tij spektakolare. Kush e di se cila pakujdesi e këtyre portierëve të zot do të vendos fatin e kësaj ndeshje. Më dëgjoj me kujdes, Danny. Kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për mua. Vetëm unë duhet të bëj gol. Nuk më duhet ndihma jote, u shpjegova qartë? Më fal, por unë doja vetëm që e kuptova. Që në momentin që filloi ndeshja ti ishe I çuditshëm. Çfarë do të thuash? Në këtë lloj sporti mund të fitohet vetëm nëse luan në gjithë skuadra mirë. Ti e di shumë mirë këtë gjë, Mark. Por për kush e di se çfarë arsye, duket se sot e paske harruar këtë gjë. Merresh vetëm me aksionet e tua. Nëse do të tregosh se sa I zoti je, nuk është kjo mënyra e duhur. Ha? Danny. Danny. Është një finale vërtet shumë e bukur. Shiko Pati, këtu është shkruar se Oli dhe Marku kanë shënuar numër të njëjtë golash. Nëse njëri arrin të shënoj më shumë gola se tjetri, do të bëhet futbollist profesionist. Nga sa gola kanë bërë? Janë kaq të zot sa vetëm brenda këtij kampionati kanë shënuar 26 gola për kokë. Pa shiko, janë shumë. Kjo do të thotë se mund të fitojnë kampionatin dhe titullin profesionist. Por atëre duhet të bëjmë tifo akoma më shumë. Forca Oli, trego të gjithëve sa I fort je. Më shumë tifo. Forca ju tim jeni kampion të vërtetë. Oli, sot mund të dalësh I pari në klasifikimin e golshënuesve. Apo do që të fitoj Marku kësaj radhe? Do të më pëlqente të isha I pari I golshënuesve. Por ka diçka që vlen më shumë. Çfarë? Të ndihmoj skuadrën time të fitoj. Të ndihmoj skuadrën e një timit vlen më shumë për mua se një përfitim personal. Oli! Tani mjaft me fjalë. Lojërat fitohen në grup. Dhe ne çfarë do të bëjmë? Do të fitojmë! Forca Djema, duhet të përqendrohemi dhe të shtojmë ndeshjes deri në fund. Forca! Oli, tashmë je ti kapiteni. Kape për dorë skuadrën dhe bëu kampion me ne. Mark, çfarë do të bësh? Më dëgjoj, Danny. Çfarë ka? Ke të drejtë të kërkoj falje. Po gaboj duke luajtur kështu. Fitohet vetëm duke qenë të bashkuar. Ta marrë mira. E ndjej shumë rivalitetin me Olin. Skuadra ime vlen më shumë se gjithçka. Mark, në të vërtetë unë... Forca kapiten, ti futemi punës. Pjesa 2 është duke filluar pas pak. Më dëgjoni, në pjesën e dytë do të rri në mbrojtje.
Nuk më intereson më të shënoj me çdo kusht. Do të vijem në shërbim të skuadrës. Dakor! Tani jam I sigurt se këta djem do ta fitojnë kampionatin. Jepi Deni, është e jotja! Duhet t'ja pasoj topin Markut, duhet ta çon në qendër. Ku mendon se po shkon ti? Di se është momenti I dur, duhet t'ja pasoj Marku, dua që të bëj gol. Pa shiko sa të poshtër që janë, pa pritur po e afrojnë topin drejt portës dhe kjo na duhej. Më në fund Marku po lua në skuadër. Tani rezultati ndryshon. Jepi Mark! Kujdes Benji! Është në pozicion të mirë, mbas e shënon. Mos e lejo të shënoj Benji! Quajtja e fuqishme e Lendersit e fluturoi tutje Benji Pricein. E pabesueshme. Portieri ndaloi topin para se të kaloj vijën e portës. Për të ndaluar një gjuajtje të tillë, duhet të jesh një kampion I vërtet. Mjaft me këto pritje. Nuk duhet I presësh më gjuajtjet e vëllait tim. Jepi Mark, tregu ju të gjithë se I një kampion. Jepi, forca, forca. Por ata janë vëllezërit e mi. Dhe është dhe nëna ime. Zdorzohem, herët avon do të bëj gol Benji Price. Forca djema, dua më shumë aksion! Ha! Forca, ju tim jeni kampion të vërtet! Na ndajnë vetëm 5 minuta nga përfundimi I ndeshjes dhe asnjë gol I shënuar ende. Loja po bëhet e ashpër. Është e dukshme lodhja e të dy skuadrave. Jepi, provoje Oli! Po e provoj! Duhet ta ndal. Nëse ai arrin të shënoj tani do të jetë pamundur të barazojnë. Eddie Warner del për t'i mbyllur hapësirën Olit. Ndërhy Deni! Portieri e shtyn, por topi është ende aty. Ta shohim nëse do ta kapësh këtë. Ha! Eddie e gjuan përsëri me një akrobaci. Çfarë pret? Fillo kundër sulmin, Mark! Po! Marku sotron topin dhe përparon. Forca na bën gol! Kote ke, nuk kalon dot. Ja kam mbyllur të gjitha hapësirat, nuk do të kaloj, nuk do të kaloj. Të ndaloj unë. S'ka mundësi, më gënjeu me një finte, nuk e prisja. Këta herë nuk mund të gaboj. Jemi në minutat e fundit të ndeshjes, duhet të shënoj gol. Forca, gjuaje! Këta s'ke për ta kapur Benji Price. Ha! A I shënoj gol. Të martë e mira. Bravo, shënove një gol të bukur! Nuk mund të shkonte ndryshe. Mapet është skuadra kampione. Është e vështirë që një tim të barazoj. Mark Lenders bëri vërtet një gol të bukur, s'kam që të them. Tani duhet shoh nëse Oliver Harton do të gjej forcën të reagojë. Ndeshja nuk ka përfunduar ende. Të provojmë të barazojmë. Loja rifillon, një timi fillon me një herë aksionin. Forca, vazhdo kështu, jepi Oli! Jemi në momentin e fundit të ndeshjes. Arbitri do t'i bjerë bilbilit. Oli, vetmi që mund të shënoj jeti. Duhet shënoj! Një timi nuk arrin të shënoj, mbeten dhe pak sekonda loj. Ja dolëm ban, fituam. Ma jep tu! Po të isha në vendin tënd, do të prisja edhe pak para se të këndoja fitore, Mark Lenders. Çfarë do bëj ai? Çfarë ka ndërmend bëj? Të gënjen mendja Benji, nuk mund të shënosh nga ajo distancë.
jepi Oli! Nuk do të gaboj! Rezultati u barazua. Oliver Harton e çoi skuadrën e tij në barazim fare pak çaste para përfundimit të ndeshjes. Je më i miri! Je fantastik, Oli! Po, bëri një gol fantastik. Po, u bë gol. Me kujdes, Mark, dua të fitosh ti. Koha e rregullt mbaroi. Finalja e kampionatit botëror të futbollit të rinjve do të vazhdojë me kohë shtesë. Ta marrë mira, është i gjithë fajim. U gënjeva nga Tomi, mu duk si i fjetur dhe nuk e pashku pa avanconte. Tani, Mark. Po, trajner. Mos u mërzit. Tani ke edhe kohën shtesë. Luani të qetë dhe përpiquni të mos gaboni. Duhet i keni nervat e qeta. Keni ende gjithë ndeshjen para. Është e vërtet, trajner. Kemi ende kohë për të fituar ndeshjen. Urime, bëre një gol të shkëlqyer. E gjitha kjo fal ndërhyrjes tënde të famshme, Benji. Oliver Harton. Mos u gëzo kot, do t'i lajmë hesabet bashkë në kohën shtesë. Mezi po pres Mark Lenders. Only a Benji. Only a Benji. Only a Benji. Play together. Only a Benji. Forever. Only un cannoniere, Benji un grande portiere. Only a Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Only a Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Only a Benji forever. Only a Benji. Play together. Only a Benji. Last forever. Only a Benji. Play together. Only a Benji. Forever. Only a Benji.